aq sa më shumë informacion, aq më shumë është fatura emocionale, aq më shumë është fatura psikologjike. Shohin le të shkojnë në një rrugë tjetër. Pra, kush jam, prej nga vi, ka po du me shku një farë forme. Gjithmonë e lidhur në marrëdhëniet ngushtë me vedijen, mbi trupin, ndjenjat, motivet, ambicjet, realisht. Petrit Thaçi, psikolog klinik, psikoterapist, mirë se erdhe Petrit. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën dhe besimin. Merci. Faleminderit ty që ju ke përgjigj ftesës dhe përkundër angazhimeve ke nda kohë me qenë sot me ne. Petrit, na kemi diskutu paraprakisht edhe, do më thonë, për punën e temës, e diskutum edhe e kërkova pak a shumë një farë mendimi edhe prej ti edhe ti ke i hapur për temat, por realisht që ka unë konsiderova nashta që sot kishim mujt me diskutu dhe që konsideroj që ka rëndësi për njerëz me dëgju pjesa e ndikimeve sot që i kemi prej rrjeteve sociale, qysh ato ndikojnë në mirëqenien tonë mendore. Mirëqenia jonë mendore normalisht që nuk kemi gjithmonë në të njëjtin stad të jetës, ndryshe reagon ndoshta një fëmijë, një adoleshent, një i rritur, një i moshuar. Po çka ai konsideron si të mira ose të dobishme fillimisht, kështu po e fillojmë. Rrjetet sociale sot. Po tani, vërtet është një koncept delikat, nëse mund ta themi ashtu, me që edhe shëndeti mendor në përgjithësi do të kuptohet si një farë aftësie e personit me procesu informacionin dhe me renditë informacionin brenda qenies të vet, edhe ai informacion mos me dal jashta kushteve të mirë përshtatura të sjelljes, emocioneve, mendimeve, reagimeve trupore gjithë një farë forme. Tani kjo pjesa e rrjeteve sociale, normal që është edhe një lloj begatie në disa kontekste për shkak që shpërndan më shpejt informacionin, qoftë nëse është edhe ai shkencor një farë forme, shpërndan më shpejt këtë lidhjen tonë, interaksionin me njerëzit një farë forme, hap dyrë dritare për tu integruar në grupe të caktuara një farë forme, por normal që i ka edhe ato lloj të metat e veta, nëse mund ta themi, ose rreziqet e veta për shkak të bujës së madhe të modeleve të ndryshme të informatave që ndoshta një mendje njerëzore, një mendje individi është problem me i klasifiku, me i diferencu, edhe me kuptu se çka kanë bojnë me veten e tij, me rrugtimin e tij, me misionin e tij, me vlerat e tij në farë forme, dhe në këtë kontekst mund të shkaktoj ato lloj paqartësitë në raport me ndjenjat e veta, paqartësitë me ato se kush është, cili është vendi i tij në shoqëri në farë forme, paqartësitë në të raportin se çfarë po bëjnë të tjerët dhe çfarë po bëj unë. Pastaj kemi modele problematike që nxisin disa ndjenja, nxisin disa nevoja në një farë forme të paqena, ndoshta jo natyrshëm, edhe pastaj njeriu bie në konflikt me ato çfarë ka qenë dikur ose me ato çfarë realisht presin të tjerët me qenë ai në një formë përshtatshme sociale realisht. Prandaj po, në përgjithësi domethënë është një dinamik ose një dihetomi mes asaj që mund të jetë kontribuese në disa fusha edhe pjesës tjetër që mund të jetë shumë cënuese ose rrezikshme në fusha tjera të personalitetit, por kjo normal që nuk është shablon, nuk është si shablon që ndikon të gjithë njësoj, varet prej moshës, varet prej përgatitjes arsimore, varet prej që aty në konteksteve të balancuara që ne i kemi ndërtu brenda vetes tonë, se jo e që realisht disa janë më të prirur të bien më shumë në graçkat e tyre, disa të tjerë ndoshta janë më stabil të ballafaqojnë dhe të marrin vetëm të mirat e tyre. Po. Kush po mendon Petrit që janë ata që janë më të prirur mos me ra në këto gracka? Po tani, personalitetet e konsoliduara, moshat që realisht janë të pjekura, persona që kanë kriju një filloj personaliteti, persona që kanë kriju një filloj identitetit të qartë të vetës të tyre, të trupit të tyre, të dijeve të tyre, të marrëdhënieve sociale, profesionale të tyre, që kanë ndërtu hierarki të qartë të vlera ose konstrukt të qartë të vlerave, çfarë është jeta për ta, të besimeve të tyre, qoftë që kanë të bëjnë me kulturat, normat, qoftë që kanë bëjnë me besime, qoftë që kanë bëjnë me fetë një farë forme, pra personat të tillë janë më të mbrojtur që informacionet edhe ai produkt që vjen prej rrjeteve sociale të kaloj pa lënë ndonjë gjurmë ose pa shkaktuar ndonjë diskrepancë ose ndonjë shpërndarje të asaj vëmendjes për qëndrimit të tyre ose të rrugtimit të tyre në farë forme. Kurse personat e moshave të reja, ta zënë fëmijët, adoleshentët, personat e ri realisht që janë akoma në kërkim të
personifikimit të vetës, janë në kërkim të konsolidimit të imazhit të tyre, janë në kërkim të përkatësive sociale në një farë forme, të asaj se kush jam unë, cilat janë vlerat e mia, cila është fuqia ime, normal që mund të binë në ndikimin e disa modeleve që jo gjithmonë janë të denja, janë produktive, janë të dëshirueshme, edhe për vetë individin, edhe për familjen si familje, edhe për shoqërinë në përgjithësi realisht. Po, familjes, e përmende familjes po e shohim që po i bjen ai ndikimi që ka qenë më herët. Çka mundet një familje sot me bo, sa është e mundur me bo diçka që me e majt atë standardin që jemi mësuar me pas ndikimin edhe me e zbe këtë pjesën e rrjeteve sociale ose të ndikimeve kaq të mëdha të jashtme që përpara nashta je ndiku nëse je konë në lagje, ke mujt me i pas 2-3 persona, të cilët për të cilëve ke mujt me pas një ndikim jo të mirë, po tash realisht je i ballafaqur me shumë të tjerë, më thonë veç online, ndoshta edhe pa dalë prej shtëpisë fare. Çka mundet familja me bën këtë drejtim? Normal që, siç edhe kemi diskutuar ndoshta herave të tjera dhe në aspektin profesional, kolegial, realisht, çdo ditë më shumë fuqia e familjes për me ndiku në edukimin edhe në trasimin e rrugës së fëmijëve të vet, familjes vet në farë po bjen gjithmonë më shumë, prandaj edhe bashkë me rënien e kësaj fuqie është edhe në rritje domosdoshmëria për me qenë më prezent aty, për të monitoruar më shumë këtë lloj pjesë të rrugtimit. Pra, sa më shumë që kemi adresa që influencojnë motivet tona, mendimet tona, ndjenjat tona, aq më pakët bëhet kjo adresa primare e quajtur familje, ose ky grupi primar i këtij subidentitetit të përgjithshëm shoqëror e kulturor realisht. Prandaj vërtet është një pozitë të vështirë, në një rol të vështirë familja ditëve të sodit, dhe konsideroj që secila prej këtyre grupeve duhet me pas të qartë realisht, ose duhet me i njoft këtu dukuri që bartën, pra parimisht me njoft të dukuri dhe të cilat pjesë të individit prekin, që të paktën të jenë kujdestar më vigjilant, të jenë kujdestar më të vetëdijshëm, edhe nëse s'kan me mujt gjithçka me mbrojt edhe gjithçka me rujt, sepse ne tek e fundit fatmirësisht ose fatkeqësisht do kemi domosdoshmërinë të pranojmë një farë forme përshtatjen me etapat e reja të rregullimit shoqëror, të rregullimit global një farë forme. Prandaj asaj nuk mundna me u ik, po esenca është qysh me bë veprime që kjo filloj qasje re, ky rrugtim i ri me ardhme sa më pak pasoja, pra të mundshme realisht që prekin qenjen, shëndetin fizik, shëndetin mental, sjelljen agresive, problematikat me delinkuencën, me krimin, përfshirjet në dukuri të hershme, qoftë të drogave, qoftë të seksualitetit. Pra këtu do të bëj një përqendrim të madh familja edhe të shtoj kujdesin, duke rrit komunikimin, duke rrit sqarimin, duke rrit vetëdijsimin mbi çështjet që vijnë. Pra nëse ne si familje ju japim një shpjegim paraprak fëmijëve tonë realisht që çfarë është dhuna, çfarë është krimi, çfarë është seksualiteti, çfarë është jeta luksoze realisht, si arrihen ato, si krijohet marrëdhënia e individit me to, një farë, si mund t'i bëj ai ato, se janë të nevojshme ato apo sa janë të imponuara psikologjikisht si një lloj iluzioni që vjen prej një personi që ka motivet e veta financiare ose të influencimit të tij në farë forme vetëm sa për të zënë një vend shoqëri. Por sa më herët që ne përgatisim këto gjëra sipas fazave të zhvillimit, sipas stadeve të zhvillimit, aq më të mbrojtur kanë me qenë ata fëmijë që kur takohen me këto informacione, me këto produkte, ata të dinë ta bëjnë diferencimin se çfarë janë për to dhe çfarë nuk janë për to. Mbas kësaj që e tha Petrit, po muj me kuptu që po thu, jo m'ja marr fëmis telefonin, dhe mi thonë ama se s'ka, po me jap sqarime, apo do me thonë me sqaru cila është arsyeja që ti po don me distancu pak. Padyshim që po, pra ne nëse ja marrim në një formë klasike ashtu telefonin në formë absolute realisht, pra ne kena me pamundsu që ai me rrugtu me disa njohuri të përgjithshme që rrethi do i përpunoj, rrethi do i absorboj në farë forme, rrethi do i gëlltit, nëse mund ta themi kështu në thojza. Dhe nëse ne gjindemi shumë shpesh në për ambiente qoftë shkollore, qoftë në për tryeza, qoftë në për pjesë të lagjes realisht, qoftë në qatë komunitetin e rrjeteve sociale duke diskutu dhe jemi larg disa informacioneve, qoftë nëse edhe ato nuk janë shumë produktive dhe nuk janë shumë të përshtatshme ose të nevojshme për neve, na mundna me ndje një fallat përjashtimi, na mundna me ndje që çfarë po ndodh, nuk po di disa rrethana, nuk po i di disa rrjedha, pra nuk jam in me kohën në farë forme. Prandaj edhe kjo mund të jetë
një shkaktar që mund të krijojë ndjenja inferioriteti, ndjenja të vetë përjashtimit ose të përjashtimit prej tjerëve, edhe mund të zbres vetbesimin, mund të zbres motivacionin realisht, mund të zbres atë fuqinë personale për me ecë tutje, me u barazu ose me u ngritë edhe mbi disa të tjerë sipas potencialeve tona. Kështu që qëllimi nuk është si më urujt nga mosdia, pra duke mos ditur, okay, si më urujt nga duke mos ditur, po qëllimi është ne të zhvillohemi, të dimë një farë, të kuptojmë gjanat, pra qëllimi është rritja psikologjike dhe emocionale, forcimi nga brenda, pra konstruktet fuqishme që bajnë qatë diferencimin, qatë filtrimin e informacioneve, pra dhe jo një lloj verbërie, edhe pse, normal, ne si profesionist të shëndetit mendor, edhe e pranojmë, edhe është logjike që sa më shumë informacion, proceset të tilla si ankthi, dëshpërimi, stresi i madh janë më të larta në forme, pra sa më shumë informacion, qaq më shumë është fatura emocionale, qaq më shumë është fatura psikologjike. Po tash në këtë dinamizëm bashkëkohor, këtë dinamizëm të kësaj bote të shpejtë në forme moderne, sa do jetë e pëlqyeshme dhe sa do jetë në forme e përshtatshme që ne të zgjedhim rrugën e mosmarrjes të informacionit. Pra, nëse ne zgjedhim moton nuk kam ankth sepse s'kam informacione çfarë po ndodh e keqe në botë, kjo nuk është një rrugë që është afatgjate, sepse një ditë neve do na dalin problemet, një ditë do na dalin sfidat, do ballafaqojmë me to. E nuk kam ankth sepse unë kam kuptuar në forme çfarë mund të bëj në rast të kësaj ndodhje me mua, kam kuptuar forcat e mia, pra çat aspektin e reziliencave tona realisht, kapaciteteve tona, potencialeve tona që kemi nga brenda, kjo është një mburoj ose një armë ose një instrument, si duhet ta themi, që e kemi të gatshëm, e njohim, e marrim me veti kudo që jemi dhe mund ta përdorim në rastet kur neve na atakon diçka dhe na vën pikpyetje diçka. Çto që përmend Petrit, vjen domethënë ti mu ballafaqu me realitetet, po me qenë i gatshëm edhe me ditë qysh me i menaxhu brenda vetes. Qysh me arrit çet nivel? Është diçka që arrim vet apo duhet mu ndërtu prej familjes apo qysh duhet me ardhë deri te shqepika që unë çka do që shoh, më kon okay. Mos mu ndiku, mos mu ataku, as mu ndje inferior, as me përjetu ankth pse po shoh shumë video të vrasjeve të luftrave. Po patjetër tani prapë po them, varet se çfarë faze të zhvillimit jetësor, çfarë moshe ne ndodhemi, kur po flasim për fëmijët, normal që është domosdoshme që gjatë fazave që ata modelojnë në një formë shumë spontane, pra gjithçka që shohin vetëm imitojnë. Për shembull, fëmijët 5-6 vjeçar nuk mund të presësh ta kuptojnë informacionin dhe ta filtrojnë informacionin, ose ta lidhin me koncepte shumë më të larta. Ata janë në një fazë konkrete të veprimeve. Pra gjithçka që është prezente te ata vetëm e modelojnë dhe e përsëritin në farë forme. Pra, edhe sidomos nëse ajo shoqërohet me ndonjë kënaqësi momentale. Kënaqësitë momentale mund të vinë prej një stimuli të një tingulli muzikor, që shumë shpesh rrjetet sociale dinë t'i kombinojnë shumë mirë, prej një ngjyre të bukur, prej një arome të bukur, prej një pamje të bukur të një veshje në farë forme ose të një stili realisht. Pra, e shef, këto janë modelime spontane realisht që pastaj kalojnë në një shprehi edhe kalojnë në një sistem spontan të sjelljes dhe të vlerave, edhe që është pak problematike me iqrënjos. Ta zëm nëse flasim për adoleshenca në kërkim të kësaj mburjes, në kërkim të kësaj përkatësisë, gjithçka që duket që mbizotron, gjithçka që duket që posedon, gjithçka që duket që lavdron, ai e merr me krenari, në formë e emiton me krenari dhe bën pjesë të pandashme të jetës së tij. E tash puna normal që është e vazhdueshme me ta. Pra puna e vazhdueshme me ta duke i bë ata të vetëdijshëm për ato çfarë ju vyn atyne, çka shërben për trupin e tyne, çka shërben për ndjenjat e tyne, çka shërben për rrugën e tyre realisht në farë forme. Tash normal, jo gjithçka bëhet vetëm përmes të kuptuarit. Kanë janë edhe disa rregulla dhe disa disiplina që familja do i krijojë dhe do i vendos. Pra ato janë një fallë sanksionimi në farë forme. Pra që ai sanksionimi kanë shoqërohet me disa emocione jo shumë të bukura, po tek unë nuk kena nevojë me u friksu prej njeriu nëse përjeton një mërzi, një stres, një ndalesë prindrore, se që ajo ka me kriju atë filloj ndërgjegjësimin, ka me kriju që atë filloj vetdijen që jo gjithçka që shihet dhe jo gjithçka që mundemi po do ka me bë realisht. Prandaj nëse në këto faza ne jemi të kujdesshëm, i qartësojmë, vendosim disiplina, vendosim rregulla, dhe ato disiplina dhe rregulla familjare shoqërohen më fuqishëm me stimoj të bukur kur më rrihen dhe respektohen, po dhe me stimoj jo shumë të këndshëm kur thehen dhe nuk respektohen, atëherë ato kanë me kanë një mekanizëm më i fuqishëm se ajo që po vjen nga jashtë në farë forme. Tani në përgjithësi, pra është shumë e rëndësishme ne me kanë të vetëdijshëm për proceset e marrëdhënies me gjërat. Tash kur po themi për proceset e marrëdhënies me gjërat,
kisha mi ndo tri aspekte, pra, krijimi i marrëdhënies ose ky atashimi që ne psikolog të themi, po përveç atashimit që është diçka e këndshme dhe e bukur, është shumë e rëndësishme diferencimi si fazë vëdësuese dhe rritjes tonë. Pra diferencimi që arrihet. Kjo që po krijoj marrëdhënie, çfarë ka të bëjë me mua? Sa është e nevojshme për mua? Tash e shef, ne po me të vëdëshëm që përveç që jetojmë në një botë të përbashkët me disa vlera, në farforme, pra ne jemi secili unik, jemi autentik në farforme. Pra unë jam këtu në këtë dhomë, por çfarë është dhoma dhe çfarë jam unë? Pra nuk guxoj gjithmonë me vazhdu me mendu që unë jam dhe dhoma të gjithë së bashku, se pastaj shkrihemi dhe gjithçka që ndodh edhe brenda neve në farforme, dhe na nuk klasifikojna, nuk kemi mekanizëm diferencimi. Prandaj kjo diferencimi, mësimi diferencimit, qysh në fëmijëri dhe në adoleshencë, po edhe të ne të rriturit, se shumë edhe nuk e njohin këtë mekanizëm, pra shumë i rëndësishëm. Edhe pjesa tjetër ndoshta e shkëputjes ose deatashimit që e themi shumë shpesh në psikologët, që okej, pra unë jam ky dhe ky është ai në farforme, dhe vlera ime dallon prej vlerës së tij ose të saj, prandaj rrugët tona nuk bën të shkojnë në një formë paralele ose të bashkuara. Unë po shkoj në një rrugë tjetër dhe këto çfarë po shohin le të shkojnë në një rrugë tjetër. Pra, kush jam, prej nga vi, ka po du me shku në farforme. Gjithmonë e lidhur në marrëdhëniet ngushtë me vetdijen mbi trupin, ndjenjat, motivet, ambicjet realisht. Edhe kjo kish pëlqen çaj filloi mekanizmin është shumë i rëndësishëm që kish më ndihmu njerëzit me filtru edhe me shkoqit gjithë ato që vjen për jashtë, mos më na ndiku, bashkë në mënyrë drejt për drejt neve. Shumë interesant po tingëllon, sidomos besoj që është shumë e rëndësishme që çto tri faza që ti përmende në mënyrë që me qenë të qetë. Po kthehem Petrit për pak, vazhdojmë me një blok marketingu. Petrit, të na si shoqni, që ky procesi i deatashimit mundet ka njëherë me tingëllu ose mu përjetu si pak i vështirë. Po du me ndërlidh edhe ma herët kur tha nuk duhet mu tut për emocioneve në ashta ju shumë të mira, kur e shohim dikon të piklun, të mërzitun, e tash këto lidhen si bashkë, deatashimi se shpesh ndodh që me na dërgu të qato emocione. A mundesh pak me sqaru për njerëz që po na shikojnë, domethënë qysh mos mu tut për emocioneve, edhe mandej të kjo pjesa qysh me arrit që deri në qatë nivel, sa me thonë, okej, unë po shkëput nga për një personi edhe është në rregull. Sidomos deatashimi non djalë, non fëmijë mundet me qenë, po kryesisht non djalë. Po nëse mundesh, si të që të jetë, nashta bona shumë pyetje për njëherë, po e di që të gjitha shumë të nevojshme mu dëgju. Po unë po tentoj me integru një farë, tash e shef, kur po flas për çdo tri fazën, po unë po flas, domethënë
për marrëdhënien e përgjithshme. Pra kur po flasim për atashimin dhe deatashimin, nuk po flasim vetëm për marrëdhënien mes personash. Okej. Po flasim edhe për marrëdhënien mes neve dhe gjërave, mes neve dhe fenomeneve, se aty është një marrëdhënie në farë forme. Sado që ne nuk e emërtojmë qaq në formë të prekshme dhe jemi mësuar me qenë shumë konkret, nga vetë fakti që ndoshta qenia njerëzore në këtë lloj dimensioni të jetesës është trup, pra është më shumë trup në kuptimin e vetdijes tonë, përveç aspekteve shpirtërore dhe mentale, po që ne nga vetë fakti që i prekim këto na duket më shumë trup dhe jemi më të prirur emërtimeve të japim më shumë karakter të prekshëm realisht. Pra edhe te kjo pjesa e atashimit dhe atashimit mund të pretendoj më shumë për këtë karakterin e atashimit mes personash, që vërtet qëndron në aspektin psikologjik është një lloj baze e mënyrës qysh na kena me u atashu ose me u deatashu dhe në të ardhmen edhe me personat dhe me të tjerët, por prapë po e potencoj, domethënë qëllimi është qysh me kriju qatë marrëdhënien edhe me gjërat, edhe me fenomenet, edhe me konceptet tona realisht, edhe qysh mu diferencu tani me çato gjëra, me çato fenomene, me konceptet tona deri te deatashimi. Tash si ka me qenë deatashimi, varet shumë prej një proceseve paraprake në farë forme. Pra, nëse ne kemi kriju qëtë marrëdhënien me vetdije të plot, duke qenë në kontakt dhe kontekst të vetëdijshëm gjithmonë me ato çka neve po na vyn në moment, i pandikum në një formë iluzionare prej imponimeve të nevojave të tjerëve që na vijnë përmes një reklamacioni, përmes një modeli dhe neve na krijojnë një nevojë të paqentë vetja jonë. Pra nëse jemi në vetëdijshëm, shumë lehtë kena me pa edhe diferencimin, shumë lehtë kena me pa edhe shkputjen. Po tek e fundit, emocionet tona janë edhe spektri i gjanave të bukura që ne japin gëzim, lumturi, hare, po dhe spektri i gjanave që në shije duken të pakëndshme. Megjithatë unë kanë herë them që krijuesi jon neve më herët na ka instalu emocionet që duken të pakëndshme për me na mbrojt. Ta zëm nëse një fëmijë e shohim kur vjen për herë të parë në jetën e tij, ai nuk vjen me dashuri dhe gëzim, realisht në kuptimin e emocioneve dhe reagimeve që ai shfaq në momentet e para të ardhes në këtë botë, po ai vjen me frikë, vjen me vaj në farë forme. Pra e shef, sado që e bukur është bota dhe rrugtimi i jetës, pra mekanizmi i parë është frika e cila na ndihmon neve me u mbrojt realisht nga disa gjëra që mund të jetë rrezikshme për qenien tonë, për fizikun tonë, për psikologjinë tonë e gjëra të tilla. Prandaj, e shef, në parim, ne nuk kemi nevojë të stigmatizojmë frikën ose dhimbjen ose dëshpërimin si diçka patjetër negative në kontekstin e misionit që kanë ose funksionit që kanë, negative mund të jenë në kontekstin e shijes momentale, po jo me patjetër në kontekstin e rrugtimit tonë si qenie ose mbarvajtjes tonë të përditshme, realisht. Prandaj po, ne t'i lëmë ballafaqojmë fëmijët edhe me dhimbjen, të shohim çfarë është dhimbja, po pastaj do japim një lloj kuptimi asaj dhimbje bashkërisht me ta, të shohim çfarë është frika, po pastaj do japim një lloj kuptimi bashkërisht me ta, dhe sa më shumë që ballafaqohemi dhe japim kuptim, aq më shumë të fortë, të fuqishëm, të kalitën jemi përballë tyre realisht, edhe aq më shumë kemi vlerësim për veten tonë, dhe kurdo që ka nevojë vetja jonë me u vlerësu dhe me u rujt dhe si shkak i kësaj me kanë deatashimin na e bojna pa problem. Po, Petret, gjatë punës tonë të përditshme, a ndodh rrjetet sociale me ndiku tek njerëz të sot, të cila do mosh, në kriza identiteti. Më thonë, tu e pa një familje, një dikën, një shoqe, një shok, tu e bo një jetë që e paraqet në rrjet social në Instagram, edhe unë e mandej mendoj pse unë nuk jem tu e bo, pse edhe unë nuk më krijohen mundësitë e tilla, a ndodh kjo, a ndodh me e pa, me e prek në përditshmëri? Patjetër që po. Unë pa e nisi këta një farë me një fillaj fragmenti, tash më kujtu tu ma bo pyetjen ti, më kujtu një fragment të një bisede të shkurt me një arsimtare të shkollës fillore ku edhe unë kam qenë zënës, edhe takoj pas 10 vitet e gjeneratës time, edhe unë dhe me ky psikologu, realisht edhe pitha asaj që po tash do të më u kuptu pak botën adoleshentëve, sepse i tregon të ajo ankesat për mbarvajtjen, për mënyrën që silleshin ata në shkollë, edhe po thotë, po Petret, po na s'kemi botë, po ti s'ke pasët botë, po unë s'kam pasët botë, as kum kaluar në moshën 13-14 vjeçare, 15 vjeçare, as ke kaluar në moshën 14 vjeçare, 15 vjeçare, as ka pas komplet klasa jote që një kam 50 nxënës, as ka pas hiç bota ajo. Pra është bota veç për këta gjenerata tash në farë forme. Pse e thash ta? Pra e thash ta për me tregu se si ky transformimi kulturor dhe shoqëror, sidomos ky fallë impakti i rrjeteve sociale ka bën një ndryshim shumë të vërtetshëm
edhe shumë madhor në mënyrën që funksionojnë brenda vetes edhe brenda komunitetit që ka filloj shoqëria realisht. Prandaj ka ndikim të fuqishëm. Pra, siç e tha më herët, adoleshentët janë në kërkim të ndërtimit të personalitetit të tyre, të pavarësisë së tyre në farë forme. Megjithatë, në një aspekt real ata nuk i kanë krejt forcat psikologjike, sepse ata nuk janë shumë të fuqishëm me qenë të pavarur nga familja tyre, qoftë në aspektin financiar, qoftë në aspektin e dhënies së disa përgjigjeve me kontekste abstrakte, në pamundësi për me i pas ato mekanizmat personale dhe në padëshirë për me ndëgju akoma mekanizmat e prindërve, sepse këtu tash krijohet një filloj diskrepancë, një filloj konflikti. Nuk dua më të dëgjoj ty se unë jam mjaftueshëm i rritur. Pra kjo është deklarata bazë. Pra, nuk dua të dëgjoj babin, nuk dua të dëgjoj mamin, se tash jam i rritur, zgjat pak trupi, vërtet. Kanë filluar disa hormone me ndryshu dhe disa gjëra edhe në trupin e tyre me ndryshu, dhe kjo është ajo filloj mania që unë po rritna, unë jam i fuqishëm, unë mund të bëj gjithçka në farë forme, pra është një vetbesim shumë i lartë. Mirë, po që ky vetbesim deklarativ shumë shpesh shoqërohet me një pafuqi në të vërtetë. Okay, sepse s'kemi para, s'mund t'i bëjmë çato para në farë forme, se s'kemi punë, s'kemi profesion, se s'kemi një dije të konsoliduar që i shërben çat shumë shoqërisë në farë forme. S'kemi përgjigje shumë madhore mbi jetën, mbi Zotin, mbi vdekjen, mbi varfrinë, por nuk i kemi këto përgjigje. Ku kemi marrë? Kemi marrë diku në veresi, ta themi kështu. E çdo veresit kemi marrë në rrjetet sociale. Pra të një influencer ose influencere që del gatshëm aty, jep një filloj modeli në farë forme dhe ne e marrim të gatshëm, emitojnë çata. Edhe çdo faktor që tenton më na i pengu qatë model, na e shohim si armiqësor edhe problematik, edhe tanaj sa më shumë tenton dikush më na ndaluar filloj rrugë çaq më shumë rezistencë na shfaqëm për me rrugë filloj pavarësinë se sovranitetin tonë psikologjik, edhe kjo mund të na çojë pastaj në zhvillimin e dukurive shumë problematike, delinkuencat, krimi, agresioni në farë forme e gjëra të tilla. Po çka nevoja me zani vend shoqëni në këtë fazë, nëse nuk shoqërohet me një monitorim të kujdesshëm, po ky monitorim me pasë dashnin brenda, në farë forme dhe jo me qenë shumë i vrashë dhe shumë stopues, atëherë paraqet problemet e veta. Dhe sa më shumë që kemi model propre jashtë, çaq më shumë është probleme me na gjuqit pjesë. Po, e përmende Petrit kuptimin, më thonë, mi thonë jetës një kuptim, e tash normalisht që se cili e ndërton një kuptim në bazë mënyrës që shurrit dhe shumë faktorëve të tjerë për rreth. A mendon që gjetja kuptimit të jetës për shkak të informacioneve të shumta sot e vështirëson një të ri me e gjetë kuptimin për shkak se nuk, më thonë, ka që shumë informacione që nuk din me jap kuptim, do më thonë, se ana adim që çështja e ekzistencës është çështje që mas shumti, do më thonë, njerëzit ballafaqohen gjatë komplet jetës vetë ndoshta. Padyshim që po. Prandaj edhe e kam thonë ndoshta më herët që në farë forme neve na shkakton disa nevoja të paqena ky ndikimi i gjërave të jashtme. Do të thonë ne kemi provu, kemi tentu në bazë atyre resurseve që i kemi marrë gjatë rrugtimit tonë jetësor, në bazë atyre sanave që kanë ndodhur në familje, që kanë ndodhur në shkollë, që kanë ndodhur në lagje, në bazë atyre raportet mental që kemi me mendimet për ekzistencën, për Zotin, për qiellin, për tokën. Pra ne kemi tentu disa konstruktet vogla me ndërtu, po tash vjen diçka nga jashtë që duket në shikim të parë shumë e fuqishme, që prek disa nevoja momentale bazike, që jep disa emocione shumë të rëndësishme, edhe komplet e shkund çat farlloj përpjekje mi dhon një kuptim se kush jam unë, kush është misioni jam, ç'a du me mrri, ç'a du me bë, çish po du me u ndjeni farfone. Pra, kjo është shkakton një filloj amullije, kjo është shkakton një filloj fragmentimi të koncepteve tona, të vëmendjes tonë, të vedijes tonë, edhe paraqet konfuzion një farë forme, e ky konfuzion ka njerëzit me u paraqit përmes një dëshpërimi të thellë, pra depresivitetit të thellë, ka njerëzit me u paraqit përmes problemeve shumë anksioze një farë forme, duke bërë pyetje të tilla se çfarë do jem, çfarë do ndodh, si do shkoj, deri edhe në shkaktimin e çrregullimeve, pastaj edhe me karakter diagnostik, jo vetëm si gjendje emocionale, por edhe si diagnozë psikologjike dhe problemeve të ngjashme. Çka mundet Petrit një i ri me vepru ose me bo në përditshmërinë e tij, që ai mos mu ballafaqu me çdo kriza të identitetit për shkak të ndikimeve të mëdha? Po tani kjo filloi komunikimi edhe bashkëveprimi i sjelljeve me persona që janë të rritur, që janë një farë forme në rrethin e tyre, që kanë një filloj përvoje jetësore, realisht ndarja këtyne përvojave me ta, komunikimi këtyne përvojave me ta,
Tani pra po themi me vullnetin e tyre një filloj hartimi, një filloj disipline e jetës së përditshme, një ndarje, një filloj kategorizimi disa aktiviteteve që mund të jenë të dobishme, qoftë për shëndetin e tyre, qoftë për çato objektivat e tyre shkollore, qoftë çato objektivat sociale, pra kish me i mbajt pak më të konsolidum një farë formë dhe më të rujtën që të vëllaj aspekti. Tani okej, ne po flasim tërsi, pra e shef këto përveç këtyre koncepteve të gjana, pra që po prekin dhe po vënë në pikpyetje idetë tona, po prekin edhe përditshmërinë tonë, pra po prekun edhe gjumin tonë, po prekun edhe ushqimin tonë, po prekun edhe kohën e qëndrimit në atë sallonin e përbashkët që dikur jemi kënaq me familjen, në farë ku secili izolohemi tash nëpër dhoma, nëpër TikTok, nëpër Snapchat, nëpër gjëra të tilla. Pra po prek që të filloj përditshmërinë e zakonshme dhe çka përditshmëria e zakonshme ish dasht me urujt edhe me umbrojt sa ma shumë një farë. Prandaj, kthimi të çka përditshmëria, pa e përjashtu botën e teknologjisë, pa e përjashtu botën e mediave një farë edhe rrjeteve sociale, ndoshta kish me qenë një filloj mekanizëm shumë i rëndësishëm që e integron shëndetshëm personin e kësaj kohe me rrjedhat e kësaj kohe realisht. Po te çiftet, më thonë, rrjetet sociale sot jenë të hapura, edhe ka raste ndoshta kur njerëzit ndikojnë edhe ndikon në raportin e çift, qoftë për një like, qoftë për një follow, qoftë për x arsye që ndoshta janë çështje teknike, sekondshë, po të cilat ndikojnë shumë në një raport. A do të thotë kjo që ekspozimi a është okej më ekspozu një çift, apo është ma mirë me qenë pak ma privat? Qysh është ma e mirë për marrëdhënien, për shëndetin e tyre mendor, emocional? Po tani e shef, nga vetë fakti që njeriu është edhe vetja e tij dhe personalitet, po është edhe rol social, nuk mund ta themi një përgjigje strikte. Pra se nëse themi hajde të jemi më privat, varet se çfarë peshe ka lidhja dhe marrëdhënia për individin si personalitet. Pra shef, individi fillimisht është një personalitet që është mas pari me trupin e vet, tani me ndjenjat e veta, tani me nevojat e veta, tani me vizionet e veta. Pas këtij konstrukti të përgjithshëm që është vetja, ai është edhe role sociale të ndryshme. Për dikë është një shef pune, për dikë është një burr, për dikë është një gru, për dikë është një shoqe, për dikë është një bashkëpunëtor, për dikë është një ortak, një farë forme. Dhe tash e shef, gjitha këto role sociale, nëse kanë me rënë ndesh me atë autenticitetin e personalitetit, ato kanë me qenë problematike dhe kanë me shkaktu kaos të brendshëm një farë forme. Qëllimi është që shpemujt me balansu pjesën e rolit social, nëse cilin rol social që jemi, me që atë filloj konstruktin e përgjithshëm. Dhe këto mas mjeti definon pra që e filloj marrëveshja e brendshme, që e filloj dakordimi i brendshëm se si çifti e sheh lidhjen e tyre, se si e sheh rrugtimin e tyre, çfarë janë pengesat që mund me u paraqit një farë forme, a kanë me qenë problem për ta, nëse vërtet këto çështje që thua teknike mund të afektojnë emocionalisht, mund të rëndojnë besueshmërinë me njëri tjetrin, mund të shpërqendrojnë vëmendjen nganjëherë në farë forme, sepse këta janë faktorë që ne na thithin energjinë deshtëm zdeshtëm, pavarësisht prej konstruktit të vlerave tona në farë forme. Pra shesh, e rëndësishme me rregullu çiftin nga brenda këtë çështje. Qysh ka me kuptu një like që më vjen prej një personi tjetër, gruaja jam ose burri jam në farë forme, varësisht prej rolit që kemi realisht pra. Qysh ka me kuptu, qysh ka me adresu, çka ka me paraqit për ta, ose qysh ka me u ndjeu nëse kërkesa ti është unë me u bë pak më e izoluar në kontekstin e kësaj shfaqjes sociale. Pra shef, nuk pe dina qysh kanë me qëndru çto nevojat. A kemi nevojë për çat shfaqje, edhe pse jemi partnerë dikujna? A kemi nevojë për çat validimin, edhe pse jemi partnerë dikujna? A kemi nevojë për çat filloj idenë sikur kemi një influencë shoqëni, sikur po na don shoqënia në farë forme, edhe pse jemi partnerë dikujna. Pra, janë gjëra që duhet me u qartësu. Po parimisht, nëse e themi kështu si general, normal që sa më afër vetes edhe sa më afër roleve tona të përditshme që jemi dhe jo të shpërqendruar, jo të shpërndar në relacione të shumta e që ato janë të cekta, nuk është një marrëdhënie vërtet, çaq më lehtë mund me rujt një farë forme kalan. Atë kalan tonë realisht. Çaq më shumë mund me rujt, se po ka keq kuptime, ka dilema që dalin për kësaj pjese. Po realisht sot, domethënë qysh sa më shumë e qëndru te vetja, sot konsideroj që për të gjithë, pothuajse të gjithë është shumë e vështirë, për shkak se komunikimi është çaq i lehtë. Do të thonë prej mëngjesit kur zgjohem dhe
e hapim telefonin, na mundemi kur e lëshojmë internetin, nëse veç e kemi nal, mundemi me pas sa shkrime i kemi pas, do të thonë sa shumë qasje, mundësi, komunikimi kemi përderisa ma herët ndoshta ke pas një komunikim gjatë ditës me një njeri, me një person jashtë familjes, sot mundesh me pas me 10 njerëz që është një farë konsumimi i energjisë tonë në përditshmëri. E tash kjo automatikisht na dërgon në këtë largimin prej vetes. Patjetër. Po, nashta qysh kishim mujt gjatë ditës, a kishim mujt vetet mja kushtu një 30 minutë, që mi thonë, okej, sot e kom, jo sot, po që kjo është koha, nëse unë e kom pas një kohë, për shembull, me bo një podcast me Petritin, duna me pas një kohë gjithçysh, me pas një kohë si punë, që kom e qëndru me vlerën, veç me ta. A di se cili prej nesh, a i shkon në mënyrë e mirë nashta? Po besoj që po, kjo kishte qenë një nivel vërtet i lartë i vetdijes, një farë mbi veten, tani ne ndoshta si shoqëri akoma nuk praktikojmë kohë të tilla, sekuenca të tilla, po kjo kishte qenë shumë e rëndësishme që ne me bë çat fallaj vjeljen ose çat fallaj diferencimin që tham pak më herët, prej asaj që neve na ka ardhur në një formë spontane, pa filtruar saktë dhe qartë, por nëse na kishim mund dalë edhe me ratu dhe me shkut veten tonë për një sekuencë të caktuar realisht, por kjo kishte qenë shumë ndihmuese në aspektin e përgjithshëm të shëndetit edhe të mirëqenies tonë. Po. Çka po du me përmend tjetër Petrit është janë edhe ndikimet e mëdha që janë prej influencerëve sot, domethënë cilët çush e diskutuam edhe më herët kur bisedum paraprakisht, domethënë që kanë miliona followers, edhe është një individ, po i cili, domethënë, bot kuptimet e veta i ndon komplet edhe njerëz normalisht përderisa e bojnë follow e ndjekin, do thotë që marrin prej bot kuptimeve të personit. E sot tash të njëjtit persona ka momente kur shembull po e marr te pjesa e gjinisë femërore. Del edhe jep mendime çysh është një narcist, çysh është një burr jo i mirë ose çysh është një gru jo e mirë, edhe automatikisht audienca ndikohet edhe me një video 1 minutëshe që ti që ai ose ajo e ndon një opinion, një mendim jo profesional, e ndon edhe të tjerët buen hallakam, domethënë në raportet e veta, për shkak të një dëgjimi të diçkafi që nashta nuk u lidh komplet me ty se mënyra qysh ti ke funksionu për shumë vite, ose sa do kohë që ke mujt, domethënë me funksionu në një X raport të caktuar, është nashta komplet ndryshe prej asaj që u tentu mu prezantu. Qysh mu rujt prej qëtëna, ose a mos mi këshyr me një distancë, apo çka me bon njerëz në këtë rast? A di so shumë triki që kjo. Po, fillimisht po e përshkruaj, domethënë siç edhe kemi diskutuar ndoshta paraprakisht, pra që njerëzit janë të prirur që për ata që kanë me marr, nëse e marrin sa ma lehtë, me marrin çat formë më të lehtë, ose nëse kanë me pagu, në thojza sa ma pak me pagu, sa ma pak realisht. Pra, nëse marrëdhënia bëhet e lehtë, ata e marrin çat filloj pjesën që është e lehtë. Prandaj, influencerët sikur po arrin me kuptu këtë filloj sekreti, domethënë që çelësin e marrëdhënies ofro gjëra që për momentin ngjallin disa emocione pozitive, e që personi që i sheh ato dhe që po i ngjallin ato emocione pozitive nuk ka nevojë me pagu kur filloj fakture, sepse ai është i shtrirë, po shef përmes telefonit të tij, përmes rrjeteve të tij realisht. Dhe pastaj ata masi po mrrin një filloj influence të rëndësishme, pra në këtë filloj targetin, kulturën e tyre, popullin e tyre, shoqërinë e tyre, ata po kanë nevojë pastaj për një filloj dominimi, siç është edhe hierarkia e nevojave. Pra njerëzit kanë nevojë për një filloj përkatësie dhe ata me gjet veten. Se ata që po bëjnë disa gjëra, domethënë janë të gjet veten e tyre, nuk po njihen dikushi. Edhe po mundohen me gjet veten e tyre. Fillimisht po tentojnë me gjet veten e tyre, pastaj po e shohin që për një me e gjetëm deri dikon veten, pastaj po i lejojnë një filloj kohe me u ndje dhe me adaptu, me u ambientu me çto që a përshë edhe na e gjetëm veten, tani kur po e shohin që përkraja po vazhdon, ata kanë nevojë tash me shtu respektin, hala më të madh, pra përveç që gjatë vetja tash kam nevojë me më respektu të tjerë. Tani okay, krijohet edhe ky filloj stadi nevojave, realizohet edhe ky stadi nevoja. Tash me që po më respektojnë të tjerë, un kam nevojë me kanë edhe i famshëm. Tani mas jam i famshëm, kam nevojë me kanë edhe dominues, pra nevoja për pushtet, nevoja për dominancë në farë formë, nevoja për me shty realisht masën përmes opsioneve dhe opinioneve tona. Pastaj normal aty i del si individ, e jep opinionin e tij privat, edhe ai ka rënë atë falloj ta themin thojza në deluzionin e madhështisë vet, që kanë erdhë më të mos mi besu natën në farë forme, po
Por realisht kur i sheh numrat është një fallë deluzion edhe për ata, që apo kush jam unë dhe çfarë jam unë, edhe jep vetes të drejtë me fol si psikolog, si psikiatër, si mjek, si nutricist, si politikan, si fetar në farforme, pra jep vetes të drejtë gjithçka, edhe normal që krijon tonë një katrahur konceptuale të njerëzit që e ndjekin. Dhe fatkeqësisht vërtet ne kemi persona të tillë që vërtet atakojnë edhe profesionin tonë si terapist, si psikolog, edhe profesione të tjera siç e diskutuam. Normal që kjo është problematik në shoqëri, sa më shumë që çarqet profesionale, sa më shumë që njerëzit e dije, sa më shumë që njerëzit e vlerave të qëndrueshme, pa dashur me bë stigmatizim mes disa vlerave dhe disa të tjerave, po vlerat të qëndrueshme në kohë. Vlerat të qëndrueshme në kohë janë ato që shumë gjatë i shërbejnë njeriut dhe shoqërisë, nuk i shërbejnë në një moment caktuar. Pra, ata që kanë vlera të qëndrueshme në kohë, besoj që do të më ngrit zonin edhe me u bë sa më e qartë pra dallimi mes kësaj strukturës së vlerave të qëndrueshme edhe kësaj strukturës tjetër, pra që opinioni me pas mënyrën e qartë. Prandaj ne të tjerët do ta sjellim atë mënyrën shumë më fuqishëm, shumë më qartë, shumë më me za, që njerëzit me ditë kam orientu. Për ndryshe nuk kemi një mekanizëm se tash realisht bota demokratike po lejon gjithë secili me dhënë idenë e vet, opinionin e vet, një farforme, edhe pse ndoshta do ishte mirë që kur opinioni dikujt prek në çështje që janë të rregulluara sipas ligjit dhe sipas shkencës, sipas disiplinës shkencore, aty edhe me u bë një farforme disa sankcionime realisht, pra, në këtë formë. Po, kjo nasha nuk më takon mu me dhënë si leksion, sepse janë ligjvënësit edhe organet tjera që i zhdash me trajtu si çështje, pra opinioni sa ka me pas cenzurë, opinioni dikujt që nuk është një lëmije, një çështje. Por realisht është çështje shumë madhore, se mënyra që ti e përshkruar për shembull ndikimin e një influenceri është jashtëzakonisht shqetësuese në momente të caktuara. Për shembull ti edhe nëse çush tha ai fillon me i besu deluzionit vet për shkak se i sheh numrat e shikueshmërisë, lajkat, mbështetjen. Do të thonë edhe kjo është shqetësim realisht për ndërtimin e të rive qysh, do të thonë për mënyrën qysh ata ndërtojnë identitetin e vet, po sido që të jetë, kjo është problem global. Te na kemi edhe shumë çështje tjera, po ky është problem që kërkon po me siguri ndërkohë rregullohen edhe këto. Petret, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për prezencën edhe për kontributin. Unë po ta kënaqësi Vlera, ishte hera e parë në farforme dhe kurdo që kemi nevojë me zipres, me bashkëpunim këtë drejtim dhe me qenë këtu prapë. Gjithsesi, shumë faleminderit. Kemi tema shumë, domethënë të aspektit psikologjik, social që shoqënia ka nevojë, kështu që jemi normalisht në bashkëpunimet e radhës. Faleminderit shumë. Mirupafshim në episodin e radhës.